Edhe këtë edicion përputhen është ndër emisionet më të shikuara në televizionet shqiptare. Asnjëherë nuk harrohen konkurrentët që kanë qenë më parë në këtë program, sepse kanë sjellur situata mjaft interesante. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Vedati është njëri ndër ish konkurrentët më të pëlqyer nga publiku në këtë emision. E së fundi ai në puntatën e kaluar është kthyer në këtë emision, por tani si një musafir special, sepse ai ka arritur qëllimit për të cilin ka shkuar aty. Vedati pas daljes nga emisioni kishte arritur që të krijonte lidhjen me konkurrentën tjetër Roela, të cilët tani kanë një vajzë shumë të bukur që kanë sjellur në jetë. E për këtë kanë diskutuar në puntatën e kaluar në emision, ku Vedati ka treguar shembullin se si mund të krijohet çifti nga emisioni dhe të vazhdohet jeta e lumtur.